Suela, çfarë të ka mësuar moda? Moda më shumë ka mësu me shpreh vetveten, personalitetin është një formë arte në vetes. Po ashtu edhe të kesh vetbesim më shumë edhe atë stilin vete, artin që e ke, e shpreh më shumë pra në modë. Kur je para kamerave, sikur se sot, a ndihesh më shumë si vetja apo si një verzion që ke krijuar për të po? Jo, jam ma shumë vetvetja. Nuk kam qef me u bo dikush unë nuk jam. A je e tillë edhe në jetën reale? Po, Më rehat ndihesh e shveshur apo e veshur? ish. Okej. Nëse nuk do të ishe modele, çka do të ishe? Unë mirëm edhe me fitness, muna me gjujtë si hobi personal, po nëse nuk isha marrë me modelizëm, atëherë besoj se kisha vazhdu me fitness edhe ndoshta edhe Trajner fitnessi. po. Ku e sheh veten pas vitesh? Me që e kam lokalin tem për thënë, mendoj se du me vazhdu këtë profesion, kështu që Po me u goma e njoftën më që e ma. po. A mendon që je provokuese në rrjetet sociale? Kam pak pjesë të karakterit, kështu që Pa kodëm po. po, Pse e bën këtë? nuk e bëj me qëllim, jam vetë pa me shtu, A mendon që je e bukur? mendoj që jam e bukur. Pse mendon që je e bukur? Ndoshta që nuk kam ndërhyrje apo diçka. Mo je gjithçka origjinale. Gjithçka. A mendon të armën me pos? Nuk e mendoj. Më pëlqen, njerë më pëlqen vetvetja kështu si jam, kështu që Prej 1 deri në 10, sa mendon që je e bukur? Çfarë note ja e vetës? 11. 11. Agju. A mendon që je çike shtëpis? Po. Ja. Si modele, çka mendon kur poston diçka? Zakonisht postimet e mia i bëj me plot qef, sepse edhe modelizmin e kom zgjedh kështu prej shumë e vogël e kom pas qef, edhe thjesht më pëlqen ajo vetbesimi që ta jep modelizmi, deshte s'deshte ta krijon atë vetbesimin. Kështu që më pëlqen. Si po ishe modelet e sotshme? Mi po modelet atëherë edhe tash kanë kogja një dallim të madh, sa i përket se tash shumica e agjencioneve të modelizmit po i marrin e kanë bo çfarë po thonë? E kanë neutralizu. Okej. E kanë neutralizu atë pjesën ku po i marrin femrat me operacione, me ndërhyrje, nuk kam kur gjë Mi po modelet në para shumë vitesh edhe tash kanë një dallim kogja të madh. Tash po mendoj se secila çik po është e njëjtë edhe nuk pe kanë atë. Por ti je kundër që me u zgjedh dikush modele ose mes, në këtë rast me ndërhyrje. Jo, pa ndërhyrje. Pa ndërhyrje, për shkak se tash kreti më bë të njëjta, shkaku i ndërhyrjes, nuk është se kam diçka kundër tyre, po në përgjithësi edhe shumica e agjencioneve kanë edhe ma shumë përparësi ato vajza të cilat nuk kanë, janë vetja. A ke postuar ndonjëherë diçka vetëm për ta bërë X personin ta shoh? Jo. Do të s'ke posa si postimi. Jo. Si ndryshon ti e vërteta nga ti e filtruar në story? A e bën shpesh këtë dallim? Jam ajo e njëjta. Do mos poston asnjëherë diçka me filtra? Foto? Jo. Jam Gjithmonë që është. ajo e njëjta. Okej. Po ta kishe një ditë ku askush nuk do të ndiqte në rrjetet sociale, çka do të postoje? Tu e marr parasysh na fillojna prej asnjë ndjeksve, as kur gjë. Kisha vazhdu kështu me punë, me u marrë me diçka, me fillu me postu. Okej, po pëzora për shembull kërkon nuk e ki follow ose as nuk të ko kërkosh në këtë rast. A kishe postu për shembull diçka zhveshje komplet ose intime kur e di që kërkosh nuk të sheh? Jo, nuk. Prapë se kishe bërë. Okej. Cili është mesazhi më i çuditshëm që e ke marrë nga ndjekësit e tu?
diçka shumë provokuese ose ngacmuese. Po ka prej këtyre që janë provokues, ngacmues. A i qëtën? Jo. Asnjë. Jo. Mi lexoj krejt. Disa. Disa. Në një që veç vjen sy diçka se nuk është e mirë na shumë e komente. Po rrjetet sociale jemi na gjenë vetë. Po, i menaxhoj vet. Okej. A ka ndonjë postim që e ke fshirë sepse ishte shumë i sinqert, më thuaj za. Jo. Cilën gjë ke mësuar nga rrjetet sociale që s'do doje ta dije kur? Për shembull, një sen që ke thonë adin nuk i kisha menu që është qështu dhe s'kisha pas shef me di, po që tash po e di. Jo, nuk ka diçka. Zakonisht shkallë që kom bon çfarë do punë që jo merr ose diçka, e kom ditë që shkojnë punët. Se kur du më mirë me diçka, e i këqyri shumë ma largë. Kështu që nuk ka pas diçka që... Për shembull, çysh i shet ti sot rrjetet sociale? Për shembull TikTok-un këtë rancirën tënë, a menon që është bo pak e tepër TikTok ose kena kalu pak me një fazë shprenimi, po thëmë kushtimisht? Po, menoj se është pak E tepruar. pak i teprume. Se nëse veç dënë edhe me u mirë me diçka, atëherë edhe këto TikTok-u, rrjetet sociale, po të lojnë pak mbrapa, kështu që... Edhe pse disa e kanë punë TikTok-un, po prap se prap nuk më duket... A je aktive në TikTok? Jam, po jo edhe aq. Mes Instagramit dhe TikTokut ma shumë Instagram. Me Instagram. So përqen e jetës të ndërali hynë në story të tua? Për shembull, a ki rast kur poston në herë dhe tu i kajt ose je keq me veten, a poston kësi rastet? Jo. Ato ko qam normal, mi majt për vete. Veç rastet pozitive i poston. Po, normal. Pse mendon që jemi t'il për shembull nuk e postojmë edhe një foto ku jem të hongër hamburger edhe një foto ku jem të hongër sushi? O tash, Mbas ata që janë reale, a e kishe postu në këtë rast të keni foto? po nuk i kam problem. Zakonisht, çka do që postoj, mundona me kon vetë vetja, mundona që shem ditë njët reale, edhe në rrjetet sociale, kështu që Çka mendove para se marrën këtë intervistë? më duk ide e mirë, se kur do në vazhdu për para, atëherë do çdo rrugë. Intervistat janë edhe një rol kësh, të më thonë, Po, gjatë karrierës. Çka i thu vetës kur je para pasqyrës? sa e mirë. A mirësh shpesh me pasqyrën? Po më ne, a shikon veten shpesh pasqyre? Jo. Okej. Po të mos ishe Suela modelja, kush do t'ishe sot? Tregova edhe më herët që ndoshta me fitness, naj trejner ose diçka se shkaku që mirë na kogja moti dhe pëlqen. Kam si hobi A i kishe po për shembull veten tarmën si naj profesoreshe biologjisë, Po, ose infermiere? po, unë e kam kryer mjeksin, asistentar, kështu që e shoh veten. E pse në këtë rast nuk menaxhosh? Do më pëlqen në Kosovë me vazhdu me mjeksin. Nëse isha po ndipon jashtë, po, se pëlqen shojës. A e sheh veten për shembull jashtë diku mas 5 vite, 10 vite me ndërtu karrierën tonë apo jo? Jo. Pëlqen Kosova? Çka nuk të pëlqen në Kosovë për shembull? Çka nuk më Diçka që s'të pëlqen? është ta mentaliteti? Mentaliteti. Po. Diçka tjetër për shembull pa pastërtia, këto gjëra tjera? Po, diko po. Po prap se prap, Qysh është këndvështrimi yt për çiftet e reja kosovare? Pse po mendon që ose a mendon që ka tani për tani më shumë divorce se sa dashuri? Kush mendon që është shkaktari? Qysh është e teni në synin tonë? shkaktari është e kanë neutralizu shumë tradhtin, e kanë bo shumë gjo normale, edhe për që ata mendoj shumë që ajo është. Po mendon që ndarjet po vinë për shkak të tradhtisë? Po. A e folti tradhtin? Jo. Asnjëherë. Jo, asnjë. Çka kishe bon rast se të ndodhte një gjë e tillë? Nuk është që mirë ashtu shumë. Urojmë që mos mendo, po që bezom që ka ndodhur këtë rast. Cili është konsani po që të kishkun mendje? Veç mu largu prej atij personit. Jo të çka. Okej.
Çka do të ndryshojnë qikat e sotme kosovare, në mënyrë që të jenë më të pranueshme nga djemtë kosovar këtë rast. Se kohët fundit kemi pa që shpesh e përdorin atë termin, po i konsiderojnë djemtë kosovar si princesha më shumë, po lypin gjithçka që qikat me pas hapin e parë. Pesh që shtoj, djemtë kanë fillu e kanë marrë një farë Vetë besimi ma shumë. me të besimi. Mm? Edhe atëherë, vajzat janë respektu shumë a shumë, gjithçka. Tash ma Pa, menon që tash po përdora që karma më shumë. barabarta ma. Mm? Qështë të me qenë këtë rath për shumë partneri jëtë ideal? Karakteristikat? I gjatë, mjek rësh, pa flak, me flak, Në pamje fizike nuk lunë rol, po ma shumë lunë rol Karakter. Karaktere. Mm. Respekte, dashnia. qëto mi pas tiparët e tua? Me pas shumë pare? Jo, nuk është problem. Jo. Për shumë like, shemo një partner që jetën në katon, që i ka 100 copa dele, që jetën me prindrit e ti. Qëra, nuk Më të regu e sinqert, mas jeta jam... Po. tash. Unë jam rrit që çdo sen që akum desh t'jap më qëtësu vetit. Okay. Unë me nuk kom këqyr adin gjithë të menaj, adin na mja lyp dikuj qëta ose diçka. Kom këqyr të më thonë gjithë vetë me vazhdu. Kom menu qysh me arrit me bo qa sen, unë e vetë, e nuk kom menu qysh me ja lyp dikujt. Okay. Kështu që ja kom arrit gjithçka që akum desh dhe arrit vetë. Edhe për që ta, tash menoj se edhe më vjen një partner që i ka të njëjtat ambicie, edhe Pro jo i katonin në këtë rast. nuk është që ka ndonjë problem, po prap se prap. Për A këshetu për shumë me vjahri? po. Se ki problem. Jo, kam qef. Okej, ki që edo. Po. Qka me ndonë për këta që po i qesin kusht për shumë, për mos me jetu me prindrit? Tash dikush e dëna privatësinë e vet. Nuk e di. Po si pas e nuk do të me u po penges vjahria. Jo. Mm? Mm? Jo, nuk kom se. Familja jote po ndika krenor, pa dëshën për këtë pjesë. Po. Okej. Qka nuk të pëlqen nga kjo jetë? Jo nga jeta, jo veç nga jeta jote, po në përgjësi, qka nuk të pëlqen dhe qka? Që menon që nuk u konë mirë që kjo që po ndodhë, për shembull, pa morë parasysh diçka. Për shembull, dikujt mund të mos me i pëlqy teknologjia, dikujt jetë diçka tjetër, qka nuk të pëlqen ty në këtë rast, a kemi në herë këtë sa? S'është rekomendu, po nashta ekonomia, muna me fol, se më në shkollë ma për para, sa për Para. po. Mm. Mase përmane ekonomin, a menon që jetojna mirë këtu në Kosovë? Bojna jetë luksi? Mirë, po, edhe për ata që dojnë me punu, në Kosovë ka dhe mënesh me punu. Nuk është edhe në zgjidhja vetëm veç dalë liku jashtë shtetit edhe të punoj se është ma mirë. Është ma mirë, po nëse dënë me punu, mënesh edhe në Kosovë, po prapë se prapë normal, Kosova menoj se mundet me shku dhe shumë për parat, që me pas edhe na tani një jelë ma të mirë. A e bon Suela një jetë luksi? E bëj. Deri dikun po. Firmatë të mon? Okej. Po, po se për vjetë që i kam, jo mutu shumë një hapë shumë po vetës tem edhe me punu. Nëse thash dhe më herë, nëse veç do me punu, atëherë gjithë kush në e mund. Atë ndodhë për shumë në herë, ose atë ka ndodhë në fund mujtë me mitë pa pare. Shkur se që shi ndodhë shumitë. Po ka ndodhë. Atë ndodhë e ndë tash? Ndodhë ka njerë. Okej, okej. A beson në karma? Po. Mm. A të ka ndodhë kjo deri më tani ty, Jo. personalisht? Jo. Mm. A beson në Zot? Po. Okej. A agjeron? Po. Okej. Do më thonë je muslimone, kështu e rregull me gjitha këto. A e kështë po vetën të ardhën për shamë Mojt. me mbulica, a e kështë po vetën me një të ardhën? Jo. Mm? Jo, nuk po mërvelja. Mm. Po që mundona në ato temën tash disa gjona me... Me praktiku, me shku si pas fejtë. A e kina i mini rëfim të vogël që kështë ndosh me ndohë me njëve diqka? Qka për shemë? Që ka ndosh diqka nga jeta jote? Ska. Ski, që kështë ndosh me ndohë me publikën diqka? Jo, s'ka dhe. Mm? Atëherë cila është deri më tani ngjarja jote më e lumtur? Ngjarja me lutër.
Sa i përket familjes, normal ngjarjet më të shumta ndodhen rreth familjes tanë ngushtë, po edhe ngjarje tjera të lumtura, por kom arrit diçka që unë kom desht, ato janë du normal shumë të So shpenzon në një ditë përafërsisht? shpenzoj. So, 5 euro, 10 euro, 20 euro. A që po në erë për llogaritje? Jo, jam një qitë që shpenzoj shumë, se nuk kom qef, nuk e di çka të duk, diçka nuk kom qef me met pik, pse se mura, ose pse se bona, ose diçka. Nuk është se i menoj shumë larga, ashtu veç shpenzoj. Të më bën një farë jetë e luksit, të më kështu përgjithësi. Po. Okej, cila është një dhurata më e shtrenjtë që e ke marrë? Se me çfarë çmimi? Dhurata, po dhurat është çantë që e kom marrë prej motrës tem. Ajo me që njaft më shumë në shtrenjtë. Okej. Shifra 4 shifrore? Po. Okej. Motrën e kam në Amerikë, edhe kur o ardhë më ka bua dhuratë, kështu që. Si pas përshkrimit që e bone më herët për partnerin je beqare. Po. Okej. Puthja e fundit që e ke marrë? S'ka përgjigje. Okej. Qysh ndive në këtë intervistë? Prej 1 deri 10? 10. Okej, do më gjithçka ke okej. Edhe në përfund një mesazh për gjitha bashkëmoshatarët tua. Ndoshta pezon ato që hezitojnë ose nga frika, ose nga prindrit e tyre, ose nga shoqëria, nga rrethi, për me bon për shembull punën që e bon ti ose suksesin që e ke ti, për gjitha një mesazh motivues. Një mesazh, kisha tesht me thonë t'jenë vetvetja në çdo hap që e bojnë, çdo punë, çdo rrugë që i çelin vetës, veç me kon vetvetja, me kon sa më kind, me kon të thjesht pozitive dhe mos me menu shumë gjatë ashtu, veç nëse dën diçka bëje, se veç dosh me thonë, me ja thonë vetit që ti ki me arrit qatë sen, edhe ki me bo. Edhe mos me i ngu shumë çka folin njerëz, se ka shumë njerëz që mundon me paragjyku, edhe shumë sene, po nuk ja vlen as me ngu. Se në fundit ti ki me jetu qatë jetë. Soela, të falenderoj shumë për zemërsisht për këtë intervistë. Faleminderit edhe juve, me kënaqësi.